Mashtrimi I kësaj bote e godet njeriu. Le të thellohemi në thelbin e kësaj thënie në dritën e Kuranit. Thënia në fjalë është një përkujtesë se kënaqësitë dhe joshjet e përkohshme të kësaj bote mund ta largojnë dikë nga rruga e drejtësisë dhe ta shpërqendrojnë atë nga qëllimi I tyre përfundimtar në jetë. Allahu na paralajmëron për natyrën mashtruese të kësaj bote në disa ajete kuranore. Në surën Hadid, ajeti 20, Allahu thot: "Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë, zbavitje, stoli dhe mburrje me njëri tjetrin dhe garë në shtimin e pasurisë dhe fëmijëve, si shembulli I shiut, prej të cilit bima I habit bujqit, pastaj thahet dhe zverdhen, pastaj bëhet kasht, kurse në botën tjetër ka dënim të ashpër dhe falje nga Allahu. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se kënaqësi e mashtruar." Ky ajet thekson se atraksionet dhe stolitë e kësaj bote janë të përkohshme dhe kalimtare. Ato mund të sjellin kënaqësi të përkohshme, por në fund të fundit çojnë në zhgënjim dhe shkatërrim. Ndjekja e dëshirave të kësaj bote mund t'i verbojë individët ndaj realitetit të botës tjetër dhe pasojave të përjetshme të veprimeve të tyre. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për myslimanët për rreziqet e lidhjes së tepërt me aspektet materialiste të kësaj bote. Ai na paralajmëron që të mos mashtrohemi nga kënaqësitë dhe shpërqendrimet e përkohshme që mund të na devijojnë nga udhëtimi ynë shpirtëror edhe qëllimi ynë përfundimtar për të arritur kënaqësinë e Allahut. Pasojat e rënies në mashtrimin e kësaj bote mund të jenë të rënda. Kjo mund të çojë në një neglizhencë të detyrave tona ndaj Allahut dhe ndaj qenieve tona njerëzore. Mund të na bëjë të harrojmë qëllimin e ekzistencës sonë, që është të adhurojmë Allahun dhe të kërkojmë kënaqësinë e Tij. Ajo gjithashtu mund të çojë në arrogancë, lakmi dhe padrejtësi, pasi individët preokupohen nga dëshirat e tyre të kësaj bote dhe humbasin nga syt vlerat dhe parimet e mësuara nga Islami. Duke menduar mbi thënien e Imam Aliut, ne duhet të përpiqemi të vendosim një baraspesh midis përgjegjësive tona të kësaj bote dhe detyrimeve tona shpirtërore. Ne nuk duhet të lejojmë që të rreqet e kësaj bote të na shpërqendrojnë nga qëllimi ynë përfundimtar. Në vend të kësaj, ne duhet të përdorim bekimet dhe burimet e kësaj bote për të përmbushur detyrat tona ndaj Allahut dhe ndaj qenieve tona njerëzore. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e fuqishme për myslimanët që të jenë të kujdesshëm ndaj natyrës mashtruese të kësaj bote. Ajo na nxit që të japim përparësi udhëtimit ton shpirtëror dhe të mos ndikojmë nga tërheqjet dhe shpërdorimet e përkohshme të jetës së kësaj bote. Allahu na dhën urtësi dhe forcë për të lundruar nëpër sfidat e kësaj bote dhe për të qëndruar të palëkundur në rrugën e drejtësisë.